Bashkimi Evropian i hes të gjitha masat ndaj Kosovës, vendi pritet që të përfitojë miliona euro qysh në fillim të vitit 2026. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën në fund të samitit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intenzive me partnerët tanë u mor vendimi që të gjitha masat t'i hiqen Kosovës. Në përmbyllje të samitit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se pas diskutimeve intenzive me partnerët evropian është marrë vendimi që të gjitha masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës të hiqen. Në një deklaratë të drejtë për drejtë nga Brukseli, Osmani theksoi rëndësinë e përfundimit të këtij procesi. Kemi lajme të shkëlqyeshme për Kosovën. Në fund të samitit ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, pas diskutimeve intenzive me partnerët tanë, u marrë vendimi që të gjitha masat t'i hiqen Kosovës, tha presidentja. Ajo bëri të ditur se zbatimi i këtij vendimi do të ndodhë në 2 faza kryesore. Një pjesë e madhe e masave hiqet menjëherë që do të lehtësojë situatën dhe do të çojë në zhbllokimin e një pjese të fondeve të bllokuara nga BE-ja, ndërsa pjesa tjetër e masave do të hiqet në fund të janarit 2026, duke përfshirë edhe zhbllokimin përfundimtar të mjeteve financiare që ishin pezulluar, tha presidentja e Kosovës. Osmani shprehu besimin se ky vendim shënon një hap të rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimit evropian të Kosovës. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shkroi më pas në platformën X se Bashkimi Evropian po i heq masat pas kalimit të pushtetit lokal në veri, pas zgjedhjeve të fundit lokale që u zhvilluan në mënyrë paqësore. Fal kësaj, kam kënaqësinë të njoftoj se po ecim përpara me heqjen e masave ndaj Kosovës, shkroi ajo. Ajo shtoi se bloku po planifikon 216 milion euro ndihmë financiare për Kosovën dhe se synon që t'ia ndajë asaj 205 milion euro qysh në fillim të vitit 2026.